Si gruaja, si burri, 50 ka drejta çdo kush, njeriu faktor duhet I ka drejtat e barabartë. Ka asnjë që më thonë jo burri, jo gruaja, gjithë janë të barabartë. Gruaja ka atë faktorin të mirë që shtohet familja, edhe ka shumë respekt për shumë sen. Po edhe burri ka ato tjerat. A vëllët një grua mja dalë pa burrin? Pas të e? Është, po mund ja del se nëse ka kryen shkollim, kryen zanatet, I ka pagan dhe ka të drejtat e veta. Unë si mendon për kajt? Prej Prishtinës apo? Rrethit Prishtinës. Rreth Prishtinës. A do kanë çka po I prin martesat? Çka po I prishin martesat? Kush po I prish martesat? Kush I prish martesat? Po, shumë rrugë kush I prish, s'pedi unë. Faktor paraja, rrjetet sociale. Shumë faktor, s'pedi. Paraja, rrjetet sociale, traditat mund me qenë lloj-lloj. A unë faktor edhe tjerat në familje? Është mentalitet pak I mos shumë s'pedi, ndash s'pedi. Ka shumë faktor. Një faktor që ti thu është kjo. Prishet martesës. Kush është për ty që faktor kryesor që prishet martesa në çiftit? Çiftet edhe me gjenerata, unë mendoj më shumë me gjenerata. Gjeneratat më të moshura kanë atë mentalitetin e dinë që kemë përpara sa. Tash këta të ri gjeneratat e reja janë më të hapur për shumë aspekte. S'pedi tash. A ndodhë që ndoshta në familje ka prej familjarëve që ndoshta po të shirojnë familje me domosdoshmë që nuk s'ia djalit të jetoj me ta. Me domosdoshmë nuk s'ia djalit të jetoj me ta. Domosdoshmë nuk do është çdo sa domosdoshmë, po që don, okay. Që s'don s'pedi tash. A I martum ti? Unë po I martum jam. Po. Kam një vajzë. Jetë gjatë. Faleminderit. Jeton me prind? Jo, në fakt shumë jetojnë prind, po unë faleminderit. Por nuk jetoj këtu, jetoj në Zvicër. A në Zvicër? Po, në që marrë një javë pushim. A më tregon që sta vite në Zvicër? Unë jam që tash 13 vite. 13 vite. A është ndryshe jetesa çift me një vend ku jetim krahasu me këtu tash të bëmë real jeton atje? Si tregova unë Na bëni krahasim? Një krahasim atje për dosani janë më të hapur. Po edhe atje janë kogja I kanë traditat e veta, nuk janë shumë të hapur si mendojnë. A unë në fakt këtu ka shumë të hapur, gjenerata jonë, unë për vetë jam I hapur, po tash më shumë si tash, jam pak më mbyllë, normal. Qa kështë tash për traditave me largu, rëpsisht? Po, për tradita. Çdo tradit I ka ato të mira të këqijat, unë për vetë, po me largu, s'pedi. Jo, është 50-50, si gruaja, si burri, 50 ka drejtat çdo kush, njeriu faktor duhet I ka drejtat e barabarta, unë në kështu. A mundet me funksionu të në një gru që funksionon në vendi ku jetit zhvillon, për shembull? Me drejta. Po me drejta, po, si tash, atje 50-50. Drejtat e njëjta janë barabarta. Po edhe këtu mendoj edhe këtu ka shumë që duhet me qenë duhet barabarta. Ta s'pedi, ma shumë që zgjatëm veç vim të njëjtin pikë. Po do një mesazh për çfarë se çiko vetë martum, për gjithë çiftet. Pikërisht këtë temë që diskutojmë çaj ushtani një mesazh, një këshill që kam I shërbyer shumë për jetë. Një mesazh si tash, njeriu ka drejt të janë barabartë njerëz. Edhe ka asnjë që më thonë jo burri, jo gruaja, gjithë janë të barabartë. Edhe mos me bë ndasi, jo më shumë, sepse gruaja ka atë faktorin të mirë që shtohet familja, edhe ka shumë respekt për shumë sen. Po edhe burri ka ato tjerat. A vëllët një grua mja dalë pa burrin? Pas të e? Është, po mund ja del se nëse ka kryen shkollim, kryen zanatet, I ka pagan dhe ka të drejtat e veta. Mund ja del, normal se është njeri.